Ja si e provova zezakun një ditë para se të fejohesha. Disa ditë para dasmësime ishte një qetësi e rëndë, e ndërprerë nga zhurma e njëmësisë së takimeve të fundit dhe telefonatave nga familjet. Dheu, i shoqi im i së ardhmes, ishte në një takim të fundit pune dhe do të kthehej vetëm në mbrëmje. Shtëpia jonë e re, akoma gjysmë e zbrazët, kishte një jehon të çuditshme dhe unë në mes të sendeve të paketuara dhe kutijash ndjesha sikur isha në prag të diçkaje të madhe dhe të pashmangshme, pa e kuptuar plotësisht çfarë. Ishte atëherë kur dëgjova një trokitje të lehtë në derë. Në prag qëndronte Malik, ik i vjetër nga kolegji dhe shoku më i mirë i Andeut. Malik ishte gjithmonë kontrast i Andeut, ku Andi ishte i qetë dhe i organizuar. Malik ishte energjia e pastër, një burizi i lartë dhe një buzëqeshje që e ndiste gjithë dhomën dhe një qasje të lakmuar ndaj jetës që gjithmonë më kishte tërhequr dhe nëse nuk e pranoja kurrë. Lena, thiri duke hapur krahët, erdhë të shoh nëse ke nevojë për ndihmën e fundit para se të bësh e ndaluar. Qesha dhe përqafova. E vetmja gjë që më mungon është mendje shëmësia. Kjo është specialiteti im, tha ai duke hyrë brenda pa pritur ftesë. Ai solli me vete energjinë e jashtme, duke e mbushur hapësirën e zbrazët me zhurmë dhe qeshjan, ndërsa ndihmonte të vendosja disa libra në raft. Duke punuar, biseduar për të kaluar, për kolegjin, për ditët kur ishim të lirë dhe pa përgjegjësi. E di, tha papritur Malik, duke ndaluar me një libër në dorë, ti dhe unë kur nuk folëm për atë natë. E dija se për çfarë natë po fliste. Natën e fundit të kolegjit, para se të shpërndaheshim, kur rakia dhe emocionet kishin qenë të larta, kishim qenë në balkonin e tij duke para gimin dhe kishte pasur një moment, një prekje e duarve, një vështrim shumë i gjatë, para se të tërhiqeshim dhe të bënim sikur nuk ishte ndodhur asgjë. Andi ishte tashmë në skenë atëherë dhe pse ende jo zyrtarisht. Jo, thash duke u shmangur shikimin, nuk folëm kurrë. A je sigurt? Pyeti ai, zëri i tij u bë më i butë, më serioz, e sigurt për gjithçka. Pyetja mbeti në ajër, e rëndë dhe e pazhvendosur. Dhe ti? Doja të pyesja, a je i sigurt se un jam ajo që duhet të kesh lënë të ik? Por nuk thash asgjë. Në vend të kësaj tregoja drejt një kutie të madhe në qoshe. Mund të më ndihmosh të çoj këtë në bodrum? Është shumë e rëndë për mua. Patjetër, tha ai, duke i fshirë duart. Kur u përkul për të kapur kutinë, përhura e bluzës së tij u tendos rreth shpinës së gjerë dhe krahëve. Ndjeva një valë të lehtë nxehtësie në veshkat. Maliku ngrit kutinë dhe me lehtësi e ndoqa poshtë shkallëve të ngushta që çonin në bodrumin e errët dhe të ftohtë. Bodrumi ishte një hapësirë e madhe e zbrazët me dritë të vetme që varrej nga një tel. Ajri ishte i ftohtë dhe i pluhur. Malik vendosi kutinë pranë murit dhe u drejtua drejt shkallëve, kur pa pritur drita u fik. Çfarë? Thash në errësirë. Llamba e vjetër, tha zëri i Malikut, ishte afër meje. Ndoshta llambëzuesi, mos lëviz, nuk dua që të dëmtohesh. Ndjeva hapat e tij që largoheshin, pastaj një kërcitje e lehtë kur ai u përpoq të ndezë Chelsea-n. Asgjë, vetëm errësirë plot. Jam duke u përpjekur të gjej Chelsea-n kryesor, tha ai, mos lëviz. Por unë nuk mund të qëndroja në vend. Errësira ishte absolute, duke i dhënë çdo tingulli një madhësi të re. Dëgjova frymëmarrjen time të shpejtë dhe të shregullt, e pastaj një goditje të lehtë dhe një rrip i dobët dritash depërtoi nga dritarja e bodrumit, duke ndriçuar Malikun, që qëndronte afër murit me duart në xhepa, duke parë nga dritarja. Ishte vetëm një re, tha ai duke u kthyer drejt meje. Po, do të kthehej drita pas një çasti. Në dritën e hirit, fytyra e tij duke e ashpër dhe ëmbël në të njëjtën kohë. Në rregull, përshpërita. Heshtja që ndoqi ishte e dendur. Në errësirë gjithçka duke i mendjer, më e drejt për drejt. Lena, tha Malik, zëri i tij duke i tingëlluar si një përshpërim në errësirë. Atë natë u ndoja, mos, thash, duke ndjer zemrën, duke u rrahur furishëm. Sot është dita para dasmësime. Pikërisht, ai, dhe ndjeva hapat e tij që afroheshin. Ditën e fundit nuk mund të flas. Ditën e fundit, kur mund të pyes, ai ndaloi para meje dhe unë mund të ndjeja nxehtësinë e trupit të tij. A je sigurt? Po, thash, por zëri më dridhej, nuk tingëllon i sigurt.
Në errësirë, dora ime u ngrit dhe përplasej me gjoksin e tij, i fortë dhe i gjerë. Duart e tij u kapën tek dora ime, e të buta dhe të forta. Malik, ti kur nuk e ke provuar, përshpëriti ai, duke i ofruar buzët në veshin tim. Fryma e tij e nxehtë, duke më bërë që të dridhej. Ti ke qenë e sigurt e qetë me Andin. Ti nuk e di se çfarë mund të ndjej. Çfarë, përshpërita? Ndjenja e pamundur të tërhiqem. Të tjerët, tha ai, të ndryshmen, ndjenjen e diçka e të re, të panjohur. Njëra nga duart e tij lëshoi dorën time dhe u vendos në hijen time. Ti nuk je kur pyetur si çfarë dëshiron ti, Lena, vetëm se çfarë është e duhur, çfarë është e pritshme. Fjalët e tij goditën një vend të ndjeshëm brenda meje. Kishin të drejtë. Gjithçka ishte planifikuar e parashikuar. Dhe u ishte i mirë, i përsosur. Po, a ishte i pasionit? A kishte pasur kur atë ndjenjë të egër, të pamohueshme, që ndjeja tani në errësirë me këtë burrë që më kishte dëshiruar gjithmonë? Kjo është gabim, thash. Por trupi im nuk lëvizi. Ndjenje, përshpëriti ai, duke i lëvizur dorën ngadalart përgjatë anës sime, duke më bërë mua të dridhem. Ndjenje se çfarë është të dëshirosh diçka që nuk duhet të dëshirosh, të ndihesh e gjallë para se të bësh statuj. Dhe pastaj ai më puthi. Ishte një puthje ndryshe nga të gjitha ato me Andin. Ajo ishte e pamohueshme, e egër, plot pasion dhe dëshirë. Buzët e tij ishin të forta, të zjarta, duke kërkuar dhe duke marrë. Dora e tij më mbante pas qafës, duke më mbajtur aty, ndërsa tjetra shtyhej përgjatë shpinës sime duke më tërhequr më afër. E dija se duhet të ndalesha. E dija se kjo ishte e fundi gjithçkaje. Por në errësirë, me trupin e tij të fortë kundër timit, me ndjenjën e dorës së tij që zbulonte shpinën time, ndjeva se ishte e gjallë për herë të parë në një kohë të gjatë. Malik, rënkova ndërmjet puthjeve. Vetëm një herë, përshpëriti ai, duke i prerë buzët përgjatë qafës sime. Vetëm për të ditur, ti ja duhet këtë vetes, për të ditur se çfarë po refuzon. Dora e tij gjeti skajin e bluzës sime dhe u fut poshtë, duke u larguar mbi barkun tim dhe duke i bërë mushkrit të më mungonin. Gishtat e tij ishin të ashpër, të ngrohtë, duke lëvizur me një siguri që më tregonte se si e dinte se çfarë po bënte, se çfarë po kërkonte. Dhe unë e lejova. Në errësirën e bodrumit të ndarë nga bota e lartë e së ardhmes time, Malik më zbuloi. Pëlhurat rëshqitën, u larguan. Ajri i ftohtë i bodrumit preku lëkurën time të zjarrit dhe pastaj u zëvendësua nga nxehtësia e trupit të tij. Ai më shtypi butësisht kundër murit të ftohtë. Trupi i tij i gjerë, duke më mbuluar plotësisht. Ti nuk e di, përshpëriti ai, duke i prerë buzët përgjatë vijës së noflës sime, duke e zhdërvjell deri tek veshja ime. Ti nuk e di se sa të kam dëshiruar. Dhe pastaj ai më tregoi. Kur ai hyri në mua, ishte një pushtim i plot i ndryshëm nga çfarë do tjetër që kisha përjetuar. Ishte i madh, jo vetëm fizikisht, por në praninë e tij, në intensitetin që mbushi çdo hapësirë. Nuk ishte e butë apo e qëndrueshme, ishte e egër, e pamohueshme, duke më bërë të qëroja në errësirë, duke kapur shpatullat e tij të gjera për t'u mbajtur. Ai lëvizi me një ritëm të pasur dhe të thellë, çdo goditje duke shkuar thellë, duke zbuluar një pjesë të re të vetes time që nuk e dija që ekzistonte. Ishte dhimbje dhe kënaqësi, ndaluar dhe ndaluar, e ndezur nga ndjesia se kjo ishte hera e fundit, hera e vetme. Kjo është ajo që mund të ketë, përshpëriti ai në veshin tim, zëri i tij ëmbël nga prekja dhe nga përpjekjet. Kjo është pasioni, kjo është dëshira. Ti nuk do të harrosh kurrë. Ti nuk do të më harrosh kurrë. Dhe ai kishte të drejtë. Në ato çaste, në errësirë me trupin e tij të zjarrt që lëvizte kundër timit, unë harrova për Andin, për dasmën, për gjithçka që duhet të ndodhte nesër. Ekzistova vetëm për këtë çast, për këtë ndjenjë, për këtë burrë që më tregonte një anë të vetes time që kishte qenë e fshehur. Kur arritëm kulmin, ishte si një shpërthim në errësirë, një përhapje e valve që na tronditi të dy, duke na mbajtur së bashku dhe duke marrë frymë në unison, të lagur dhe të raskapikur. Pastaj vetëm errësirë dhe heshtje. Drita u kthye papritur, duke na bërë të dy të blinj nga ndriçimi i papritur. Malik qëndronte para meje, i zhveshur, i bukur dhe i rënë në dritë. Sytë e mi u drejtuan menjëherë poshtë, duke parë atë pjesë të tij që kishte qenë brenda meje, të
të errët, të madh dhe të lagur nga ne të dy. Ja, tha ai, zëri i tij qetë dhe i trishtuar, tani e ke provuar, tani e di. Unë nuk thash asgjë, vetëm e pash duke e momerizuar atë imazh, ndjenjën, çdo detaj. Ai u vesh me shpejtësi, duke mos parë më sytë e mi. Lena, tha, duke u kthyer drejt shkallëve, nesër bëhu e lumtur, vërtet. Dhe pastaj ai u largua, duke lënë mua në bodrum vetëm me trupin ende duke u dridhur dhe me një sekret të ri të rënd dhe të ndezur në zemrën time. Nesër u fejova me Andin. Dita ishte e përsosur, e bukur, pikërisht, siç e kisha ëndrruar. Por, kur u putëm, si të martuar, buzët e mia kujtuan një puthje tjetër në errësirë, dhe kur ai më përqafoi natën e dasmës, trupi im kujtoi një ndjenjë tjetër, më të egër, më të thellë. Malik kishte qenë i drejtë. Unë nuk do të harroja kur atë. Unë nuk do të harroja kur atë ditë para dasmës, kur provova diçka të ndaluar, të errët dhe të bukur, dhe mësova se pasioni ndonjëherë vjen në një formë që nuk mund ta mbash, por që ndryshon çdo gjë përgjithmonë.